Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna." Haxhi i pranuar, haxhi që është bërë kabul, nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xheneti. Andaj, nëse dikujt i bëhet kabul haxhi, e bën me sinqeritet, me parë halal, dhe atje i kryen dispozitat e haxhit ashtu siç duhet, ai nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit. Ai pra do të futet në xhenet, sepse ky është shpërblimi i haxhit të pranuar. Dhe ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Men hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummu." Kush bën haxh duke e kryer dispozitat e haxhit ashtu si duhet, duke mos i shkelur pra rregullat e haxhit, kthehet në ditën kur kthehet prej haxhi, ashtu sikurse në ditën kur e ka lindur nëna e tij. Kthehet i pastër, ashtu sikurse fëmiu kur lind, nuk ka asnjë mëkat, edhe haxhiu kur kthehet prej haxhi, kthehet i pastër prej të gjitha mëkateve. Tham, nëse haxhin e ka bërë sinqerisht, me parë halal dhe duke mos i shkelur rregullat e haxhit. Pejgamberi alayhis salam i ka nxit muslimanët që ta bëjnë haxhin duke thënë: "Tabiu bain al-hajj wal-umra." Bëni haxh dhe umra njëra pas tjetrës, fa innahuma yanfi'ani al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kayr khubth al-hadid. Sepse haxhi dhe umreja e pastrojnë njeriu nga mëkatet ashtu sikurse e pastron zjarri arin dhe hekurin prej ndryshkut. Ashtu sikurse ja largon zjarri, pra ja largon hekurit ndryshkun dhe ja largon arit pa pastërtin dhe e kullon, e bën ashtu si duhet, po ashtu edhe haxhi e pastron njeriu nga mëkatet. Wa laysa lil hajjati al mabrura jazaa'un illa al janna. Dhe haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xheneti. Andaj nuk i takon muslimanit që të anashkalojë obligimin e madh të haxhit. Nuk i takon atij që ka mundësi që mos të shkojnë këtë vend, sepse fundja ai ka nevojë për një gjë të tillë dhe ai do të shpërblehet nëse e bën një gjë të tillë. Nëse nuk shkon, kjo nuk e dëmton as pak, as Allahun as fen e Allahut. Allah nuk ka nevojë për njerëzit. Njerëzit kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Për hir të Allahut, njerëzit e kanë obligim të bëjnë haxhin nëse kanë mundësi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ai i cili e mohon këtë obligim dhe këtë detyrë fetare, le ta di se Allahu është i panevojshëm për të. Le ta di se Allahu nuk ka nevojë për të. Pra, njerëzit janë ata që kanë nevojë për ta kryer haxhin në shtëpi, në Ka'ben e madhëruar. Omeri radiallahu anhu, khalifja i dytë i muslimanëve pas Ebu Bekrit dhe shoku i ngushtë i pejgamberit alayhis salam, Omeri radiallahu anhu i ka dërguar disa në punës, kur ai ka qenë pra udhëheqës i muslimanëve, i ka dërguar disa në punës që të shkojnë në vende të ndryshme të muslimanëve dhe t'u përcjellin një porosi të Omerit radiallahu anhu. Porosia e Omerit ka qenë kjo: thuajuni njerëzve, kush ka mundësi të bëj haxh dhe nuk e bën atë, le ta zgjedhin se kur t'ju vi vdekja, le ta zgjedhin se a do të vdesin si krishterë apo si jahudi. Pra, sikurse i ka kërcënuar ata njerëz se nëse nuk e kryen haxhin dhe kanë mundësi, atëherë janë larguar shumë prej traditës së muslimanëve. Kështu ju ka thënë pra Omeri radiallahu anhu njerëzve përgjithësi, do të kenë kujdes pra, sidomos me 5 shtyllat e islamit, namazi, agjerimi, zeqati dhe haxhi, muslimanët do të kenë kujdes, nuk duhet asesi që të anashkalohen.